Jam Elvira Pajaziti. Unë jam Vilza Zeqiri. Unë jam Besim Aliti, jam sekretari përgjithshëm i Komitetit Olimpik të Kosovës. Unë jam Elisa Berisha. Unë jam doktor Arben Bislimi, jam onkolog me profesion. Unë jam Djelza Ibrahimi. Unë jam Arnore Berisha. Unë shumë Shkurte Lomnica. Unë jam Elena Sefa, jam 14 vjeçare edhe ushtren klubin e gjimnastikës Elita qytet vite. Unë prej moshës 2 vjetë, kur kom fillu me ecë edhe me mësu ma shumë këto ushtrimet, babi dhe mami kanë vrejtë që unë e kom talent për gjimnastik edhe kur e kom arrit një moshë që kom mujt me u regjistru në klub, printe mi kanë gjetë klubin e gjimnastikës Elita dhe më kanë regjistru, edhe prej moshës 5.5 unë ushtren këtë klub. Prej moshës 7 vjeçare, unë ja kom nisë me marrë pjesë në gara të Kosovës fillimisht, edhe prej herës parë kur kom marrë në gara, unë kom fitu medalje. Tani kam vazhdu gara tjera, kom fillu me marrë pjesë edhe në gara jashtë vendit, si në kampionat ballkanik, në gara shoqërore, si në Portugali, në Gjermani, në Sloveni. Në Itali ku marrë pjesë në kampionat evropian që u ka një eksperiencë shumë e mirë, sepse ka qenë hera e parë për Kosovën edhe normal jëm di krenare me përfaqësu Kosovën me gjimnastik, se kështu gjimnastika nuk është që ka qenë e njohur shumë, edhe tash që na ka ardhur mundësia me marrë pjesë në këto gara, na ka bërë mundi shumë krenare. Mas pari më ka shty dëshira dhe talenti që e kom pas, edhe diqysh jem nevojës që kom qef me provu sende që janë ma të rrezikshme edhe që të bojnë t'japin adrenalin ma shumë. Tani më ka përshtat gjimnastika edhe jem di shumë e kënaqshme në këtë sport. Futboll kam fillu me lujtë në fshatin tim me shoqni, edhe në shkollë. Pastaj e kom pa që kom aftësi edhe talent edhe e kom dashur shumë futbollin edhe kom vendosur që në 2017 mu bashkangjitë me klubin e futbollit femrave Malisheva. Domethënë që 8 vjet e mira me futboll, kam pas suksese se kam arritur me shku edhe me përfaqësu Kosovën me U19. Edhe futbollin fillim më shkon shumë i vështirë sepse kom pas paragjykime se femnat pse me lujt, edhe nuk që kom pas shumë mbështetje prej shoqnisë, përveç familjes, po jem kon shumë e motivune edhe kom pas shumë dëshirë që me arrit edhe me kthy në profesion futbollin. Unë mendoj që është vetëm fillimi, vetëm sa kam nisë me marrë seriozisht futbollin, mendoj që shumë kam udhë për me arrit atje ku du, kom qef me përfaqësu Kosovën edhe ma shumë edhe ma arrit me lujt edhe në Evropë, pse jo. Futbollin kam fillu prej moshës 12 vjeçare. Si sport më ka pëlqyer gjithmonë se kom pas një dëshirë dhe pasion me provu këtë sport dhe besoj që më ka jetë shumë mirë. Kam luajtur për 2 grup mosha U17 dhe seniore, por tani jam vetëm për seniore. Kam qenë pjesë e kombëtares U17. Në vitin 2023 jam zgjedhur si lojtarja më e mirë e vitit në komunën e Gjilanit. Kam filluar të merrem me futboll që nga mosha 13 vjeçare. Jam pjesë e ekipit të femrave intelektuale nga Gjilani. Arsyeja pse kam filluar të merrem me futboll, pasioni dhe dëshira e madhe që nga fëmijëria dhe tani vazhdoj të jem aktiv tek seniore, gjithashtu jem edhe kapitene e ekipit. Kur kam qenë e vogël e kam parë babin duke shikuar futboll, ndoshta ka qenë edhe kjo arsyeja që ka filluar edhe të merrem me futboll më shumë edhe që kam pas pëlqim. Mirna me futboll që 7 vite, në mënyrë profesionale. Në moshën 12 vjeçare kam filluar vetëm mu marrë në për ekipet të shkollës së futbollit, ndërsa në moshën 5 vjeçare kam filluar me u lujt në për lagjet të Mahallës, me djemtë e Mahallës. Së pari kur ja kom fillu si lojtare. Kam qenë 4 vite si lojtare, mas 4 viteve, 3 vitet e fundit jam në pozitën e portierit. Ndër sfidat e portierit është mentaliteti, do të me pas mentalitet shumë të fortë për me qenë portier. Kish shumë ballafaqime në midis lojës. Dësh me qenë shumë e përgatitur që në rastin tjetër të jesh të përqendruar edhe me qenë e gatshme për me mbrojt gollën.
moshtre që 8 vite në klubin e gjimnastikës Elita me trajner Shkumbir Maqastena dhe Abeliana Brego. Këtë sport e kam filluar qysh në vitin 2016, ku ka qenë një sport i cili më ka dukur shumë interesant edhe me prindërit kam vendosur që me zgjedh një klub, edhe i pari që na kishte dalë ishte klubi Elita, i cili po ashtu po ish hap gjatë atij viti dhe ne vendosëm të shkojmë ta provojmë. Dita e parë për mu ka qenë shumë anice, më ka pëlqyer shumë edhe prej asaj dite ku më thonë që mo nuk du me nalë këtë sport. Garat kam filluar t'i mbaj në vitin 2017, ku ka qenë gara e parë në Kosovë, ku arrita të kualifikohesha dhe pastaj të marrë edhe vendin e dytë. Pastaj gjatë viteve në vazhdim, arrita të marrë edhe shumë medalje tjera, të kem suksese të shumta, ku u zgjedha edhe sportiste e vitit në vitin 2022 për të gjitha kategoritë dhe sportiste e vitit në kategorinë juniore. Po ashtu ka marrë pjesë edhe në gara jashtë vendit, ku gara më kryesore ishte ajo e vitit të sotëm, i cili ishte kampionati evropian, i cili u mbajt në Itali, ku aty patëm një paraqitje shumë të mirë si ekip, pasi që ishte hera e parë që Kosova po merrte pjesë. Garat e tjera kanë qenë ajo në Slovaki, që ka qenë kampionati evropian për terren, edhe shumë garat e tjera në Portugali, Itali, Sloveni, Greqi, ku më e rëndësishme ishte ajo e Gjermanisë, ku arrita të marrë vendin e parë në disiplinën e kapërcimeve dhe vendin e dytë në tra dhe të tretin në akrobaci. Kjo garë ka qenë ndjenja më e mirë që unë ka pasur ndonjëherë, pasi që ishte edhe hera e parë e cila po fitoja një medalje jashtë vendit, edhe normal që do kisha pasur dëshirë ta ktheja edhe një herë atë ku. Nëse flasim për sportin profesionist, duhet të theksoj fillimisht atë dallimin bazik mes sportit profesionist, elitar edhe grassroots apo sportit amator të cilin ne si Komiteti Olimpik e trajtojmë. Pra sportin profesionist në nomenklaturë sportive zakonisht e trajtojmë si sport ku sportisti merret me sport për arsye që ka kontratë pune apo është profesionalisht i punësuar në sport. Dhe në Kosovë, për momentin, personat të cilët janë me shumicën sportistë profesionistë në sport janë pikërisht ata në sportet ekipore dhe më shumë në sportin e futbollit dhe në sportin e basketbollit. Komiteti Olimpik më shumë merret me sportistat të cilët kanë pretendim për lojra olimpike dhe sportistat e rinj të cilët janë shpresa olimpike dhe në të ardhmen do të merren me lojra olimpike. Sa i përket fushës së tretë, pra grassroots sport apo sportit rekreativ edhe sportit amator, Komiteti Olimpik gjithashtu e konsideron një fushë shumë të rëndësishme për masovizimin e sportit dhe për tërheqjen e qytetarëve që të merren me sport sa më shumë, sidomos te grupmoshat e reja, që të jenë sa më shumë aktiv, të ndikohet në shëndetin e tyre dhe ata të merren me sport fillimisht për arsye të marrjes së sport që është shëndeti dhe e dyta për arsye që të dashurohen në sport dhe të krijohen mundësitë që ata të jenë në të ardhmen dhe kandidat për të qenë sportist elitar apo sportist profesionist. Vajza në Kosovë, domethënë, në përgjithësi, jo vetëm me futboll, por edhe me sportet e tjera është mirë të merren, pasi që sporti nuk është diçka që ndikon vetëm anën fizike, por ndikon edhe anën mendore, sociale, edhe është shumë e dobishme për një individ me u marrë me sport, se i ka gjitha dobit pozitive që merret me sport. Besoj që gjitha vajza duhet me marrë me sport, jo vetëm me futboll, se e ardhmja ka me qenë shumë më e mirë se shukon, edhe për trup është më mirë, për shëndet, për gjitha. Ju kisha bërë thirrje që pavarësisht sfidave që i kalojnë gjithmonë me shku aty ku zemra i thet, edhe pse me nalë për shembull një dëshirë tonin vetë se dikush i paragjikon ose i ofendon ose diçka. Mendoj që ka shumë arsye pse duhet mu marrë me sport profesionist, duke filluar nga arsyet shëndetësore të atyre personave që merren, pastaj mendoj që personat që merren me sport profesionist e kanë një efekt të jashtëzakonshëm tek masa, tek trinjet, që bëhen një farë forme si motiv për të rritë për të marrë me sport. Kështu që mendoj që kjo është një ndër arsyet e forta pse duhet. Pastaj edhe në aspektin politik ka ndikime shumë të mëdha, duke filluar prej popularizimit të markës të Kosovës, njohjen e flamurit në përbot, e kështu me radhë, përfaqësimin dinjitoz të shtetit, kështu që mendoj që benefitet janë të shumta, edhe besoj që këto janë arsyet kryesore pse duhet mu marrë me sport profesionist.
Synimet e mia janë që të marr pjesë në lurat olimpike, të cilat shpresoj që do të kemi një paraqitje sa më të mirë dhe të arritëm të marrim edhe medalje, dhe pse është shumë e vështirë pasi gjithë ajo konkurrencë, gjithë ato shtete të cilat marrin pjesë, por edhe një synim tjetër ime është të hapi një klub timen dhe të arrit të nxjerrë sportista të tjerë të mirë që të mund për Kosovën të marrë medalje. Synimet e mia janë me arrit shumë analt se sa jam tash. Shpresoj që edhe pak kur të bëj moshën 15 vjeçare më analt, kam arrit me shku në lojra olimpike edhe shpresoj që kam fitu medalje. Në të ardhmen besoj se me punë dhe vullnet ta përfaqësoj dhe kombëtaren tonë sa më mirë edhe të kemi sa më shumë suksese. Kur kom fillu, kom mendu vetëm me pas domethënë si profesion. Tash më veç se kom arritur, jam profesioniste në këtë fushë, po tani për tani mendoj që ndoshta është edhe ca ku jem, të vazhdoj me një profesion tjetër që jam duke u marrë me të si trajnere e fitnessit, mendoj që në të ardhmen do të kam sukses. Me mjekësi të futbollit ta quaj, mjekësi të sportit, ka 20 vite që merrem si pjesë përbërëse stafit mjekësor të klubit futbollistik Gjilani. Do thonë që nga viti 2004, kur futbolli akoma nuk ka qenë i ndërkombëtarizuar dhe ka funksionu në rrethana komplet tjera me ato që i kemi sot, unë jam pjesë e jetës sportive dhe futbollit në veçanti. Me krahasu atëherë me sot se si funksionojmë të unis nga jo ne si klub dallon shumë. Atëherë praktikisht kam qenë vetëm, më thonë nuk kam pas përkrahje nga stafi i fizioterapeutëve, sikur që i kemi sot, domethënë, në klub, dhe qasja është komplet ndryshe tash. Pse po e them? Për shkak se duke i gërshetu edhe atë se jam onkolog dhe sa ka rëndësi aktiviteti fizik në këtë rast sporti që ndërlidhet me shëndetin në veçanti. Më thonë, trupi shëndohesh në mendje shëndohesh. Kështu thuhet, kurse sporti më ka mësuar një gjë, më thonë, futbolli në këtë rast, që kur të mos kërkoj se si të fitohet, por të kërkohet ajo që se si të mos humbet. Do më thonë, sporti përveç që se ta jep atë entuziazmin, ta jep një lloj motivi për matutje, sepse nga natyra e punës që e punoj e përditshme dallon në atë që e kam si pjesë të jetës dhe profesionit gjatë vikendeve, kushtimisht po them. Sportistët kanë një natyrë komplet tjetër të menduarit, të vepruarit dhe për atë domethënë po vazhdoj të jem pjesë e jetës profesionale them sportive të vendit tonë. Sikur krejt sportet që kanë të lashët e mdhaja me infrastrukturë, kjo mbetet pengesa ose ne mbetemi peng i mos suksesit të infrastrukturës. Neve na mungon një palestër profesionale në cilën do të kishim mundësi të mbajmë stërvitjet profesionale. Por derisa nuk kemi një palestër profesionale, nuk do të kemi as profesionist. Kena kushtet shumë aket se në vendet tjera, salla shumë e vogël në Kosovë në krahasim me vendet tjera, edhe kur shkojmë gara e kena pak ma shtirë mu ambientu me vendin, por shpresoj që në të ardhmen shtete ka me kuptu që na mujna me sjellë sukseset më dha në Kosovë, edhe nashta ata kanë me na kriju një sallë ma të madhe, me kushte ma të mira që me mujtë me ushtru na dhe ma mirë edhe me pos ma letë mu ambientu jashtë vendit. Edhe pse kushtet pra nuk janë të mira, besoj që përkushtimi i një sportiste, dëshira e tija që madhe, do e bëj atë që të arrijë aty ku dëshiron. Dhe prandaj mendoj që edhe kushtet edhe në të ardhmen besoj që kanë mu zhvillu, besoj që Kosova pra ka me arrit me zhvillu këtë proces edhe pastaj normal edhe të shkojmë atje.
Kushtet për momentin në Kosovë dhe nivel vendi, do më thonë nuk janë edhe aq të dobta, sidomos për futbollin e femrave, pasi që po ka përkraj edhe nga Federata e Futbollit Femrave. Mirë po ne si klub, prej këtij viti jemi më të kompletuar me kushte, pasi që jemi hyrë në umbrellën e klubit të meshkujve, FC Malishevës. Kushtet në futboll gjatë viteve të fundit të futbolli e femrave kanë filluar të jenë më të mira, ka kushte stadiume më shumë, ka vajza aktive që janë më shumë edhe kanë fillu të miren me sportin e futbollit më shumë. Kushtet nuk kanë qenë edhe mjaftueshme për neve, sepse kemi edhe po ashtu harxhime të mëdha, udhëtime, por me kalimin e kohës besoj që kanë me pas sponzora ose diçka më shumë për neve, që me pas mundësi që të kushtet tona mi plotësu vetë, mi mbush. Tash për tash, kushtet janë të bu shumë ma mirë se që kanë qenë në të kaluarën. Besoj që ka me pas sa ma shumë vajza mu inkuadru në këtë sport edhe me pas shumë suksese bashkë. Është shumë e vështirë, sepse duhesh me i kalu do para gjykime në fillim, që janë jo çdo kush i kalon, pastaj kushtet kur kom filluar nuk është që janë ka shumë mira. Kena pas, sidomos në Malishev, kena pas probleme me stadion, s'kena pas stadion tonin, kena ushtru në vende të mbulune. Pastaj financiarisht nuk është që na kanë ndihmu shumë, po pavarësisht gjithë këtyre problemeve na gjithë kena pas dëshirë me lutë se e kena dashur shumë futbollin. Kosovë definitivisht ka përmirësim të kushteve për marrje në sport. Nëse e shikojmë financimin në sport ka një rritje të dukshme sa i përket mbështetjes së sportistave elitar. Definitivisht ka filluar edhe një investim më i mirë në infrastrukturën sportive. Natyrisht që për mendimin tim deri tash pengesa kryesore për zhvillimin e sportit profesionist dhe sportit elitar ka qenë pikërisht infrastruktura sportive dhe e dyta jo ndoshta edhe kushtet më të mira për zhvillimin dhe edukimin dhe avansimin e trajnerave sportiv. Roli i Komitetit Olimpik është pikërisht që të shtyjë dy atë procese. Në procesin e parë, pra sa i përket edukimit, i kemi dy programe, është Akademia Olimpike, e cila është për herë të parë në histori një program i akredituar nga Ministria e Arsimit për të edukuar trajnerat sportiv që ata të performojnë më mirë në fushën sportive. Sa i përket infrastrukturës sportive, mendojmë që Komiteti Olimpik e ka kryer punën ndoshta më të madhe për të shtyrë shtetin që të investojë në sport, dhe kjo është duke i marrë drejtat e organizimit të lojrave mesatare 2030, natyrisht me bashkëpunimin e plot me hizetarët kyç, pra pa mbështetjen e qeverisë të plot në kandidimin për lojra mesatare, pa mbështetjen e komunës Nikoqire, pra komunën e Prishtinës, për kandidimin për lojra mesatare dhe natyrisht punën më të madhe në teren që e ka kryer Komiteti Olimpik, ata nuk do të ishin në Kosovë. Por sot, me draftin e ligjit që është miratuar, ne kemi garancion për investimin minimal nga 253 milion euro në infrastrukturën sportive. Dhe kjo, për mendimin tim, është garancioni plot që do të përmirësohen kushtet në infrastrukturën sportive, por njëkohësisht duke e marrë atë pjesën multidimensionale që ngjarjet multisportive e ofrojnë, atëherë po pres që edhe pikërisht trashëgimia kryesore e lojrave mesatare nuk do të jetë vetëm infrastruktura sportive, por burimet njerëzore. Kur flas burimet njerëzore, flas për pjesën e trajnerëve sportiv, por flas edhe për administrimin sportiv, sepse mendoj që pa administrim sportiv në nivelin më të lartë, në nivelin profesional, nuk mund të llogarisim që të kemi sport profesional, suksese profesionale dhe medalje olimpike në të ardhmen. Të gjitha janë të ndërlidhura dhe mendoj që vetëm me një proces i cili është i ndërlidhur, i cili është ndërsektorial, mund të krijojmë kushte më të mira për sportin e Kosovës, si në infrastrukturë, ashtu dhe në burime njerëzore, dhe si pasojë e saj të kemi edhe rezultate më të mira dhe të kemi më shumë të rinj, apo edhe grup mosha tjera të kyçura në sport dhe të cilët merren në sport në çfarëdo niveli, në nivelin rekreativ, në nivelin amator, në nivelin elitar, që është shumë e dëshirueshme sepse është tepër e rëndësishme edhe për imazhin e Kosovës, por edhe në nivelin profesionist ku sportistët janë kontraktualisht të lidhur me klubet e tyre dhe janë të paguar për të performuar në fushën sportive. Unë mund të them që mundu me pas, por mundëm ja bu vetëm qefin veti, edhe të tjerëve mirë, por derisa ne garojmë për shembull në garat i mbajmë në Kosovë me dimensione minimale që nuk janë standarde, atëherë si kemi me pas mundësi me zhvillu gara profesionale kur dalim në podium profesional. Si kemi mundësi me bo sport profesionist,
kur ne stërvitemi në një hapësirë prej 400 metra shkatror në Pallatin e Rinisë, kur vetëm aja hapësirë nuk mjafton vetëm për pjesën e ushtrimeve të lira në podium u bë. Domthonë ne kemi të pamundur. Ndërsa sa i përket trajnerëve, përgatitjes tyre edhe talentave që kemi, mendoj që jemi goxha mirë, por prapë mendoj që edhe zhvillimi i gjimnastëve profesioniste është edhe zhvillim i trajnerëve profesionist, sepse këto dyja shkojnë si e tërheqin njëna tjetrën e paralele. Sa që shkon sportisti lart, shkon edhe trajneri. Sa që thellohet në dieni trajneri, po ashtu edhe kemi ngritje në profesionalizëm. Unë po mendoj se me qenë se i takoj Superligës së Kosovës ka vite me radhë, duhet shikohet një mundësi e rritjes së qasjes profesionale në aspektin mjekësor, të stafeve, të klubeve dhe trajnimeve sidomos për reanimim kardiopulmonar eventual, sepse çka është qëllimi jonë primar gjatë atij 90 minutë që përveç fazës së përcjelljes së ekipit gjatë stërvitjes, qëllimi është që situatat akute të zgjidhen mirë, lehtë dhe pa pasoja. Do të thonë çfarë kuptimi ka kjo? Jo vetëm lëndimet në futboll që janë lëndimet, frakturat eventuale, pjesa poshtme, gjunjët, kavilet e tjera, por edhe kontuzionet eventuale, lëndimet e kokës, dhe si dhe këto problemet që mund të ndodhin edhe me zemrën, ndoj arrest eventual kardiak, dhe çka bën mjeku që është në fush, së bashku me stafin, qëllimi është që atë situatë akute të mos nëse është e mundur, të mos e lejoj të vazhdojmë atutje, por ta jep ndihmën e parë, ashtu si duhet për të vazhduar atutje në institucionet relevante. Çdo herë më shumë domethënë kisha propozu femra që kanë si pasion edhe si dëshirë për me fillu në futboll, lirësh më me fillu për arsye se kushtet janë tu përmirësu çdo herë më shumë. Unë për vajza mundona ti motivoj sa më shumë, pasi që unë edhe jam nanë dhe mirëna me sport, të jam një shembull i mirë për atyne, që mos dorëzohen dhe le të vazhdojnë me punën, me vullnetin që e kanë për këtë sport me u marrë dhe mos t'i ndalën asgjë. Ndoshta nëse flasim për numrat në përgjithësi, atëherë duhet të konsiderojmë numrin e përgjithshëm e sportistëve i cili është i kyçur përmes federatave sportive dhe klubet e tyre anëtare. Pra, me kategorizimin e fundit që është kryer nga Komiteti Olimpik dhe tash nga Ministria e Sportit në bashkëpunim me Komitetin Olimpik, ka dalur që parafërsisht 50.000 sportistë janë të kyçur përmes klubeve sportive dhe janë në sport të organizuar. Nga ata, siç thash edhe më herët, sporti profesionist është më së shumti prezent tek sportet ekipore, pra futbolli, basketbolli, handbolli dhe volejbolli, por numri më i madh i sportistëve profesionist me pagë është pikërisht në sportin e futbollit dhe tani në sportin e basketbollit dhe me radhë. Kurse Komiteti Olimpik e ka një numër të konsiderueshëm të sportistave elitar dhe shpresave olimpike, pra i ndajmë në dy kategori zakonisht, janë bursat olimpike, të cilën mbështeten nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar për sportet verore dhe dimërore, dhe këtu i kemi parafërsisht 30 sportista të cilët mbështeten me bursa olimpike, dhe këto janë sportista që drejt për drejt në makrociklin 4 vjeçar konkurrojnë për pjesëmarrjen në lojra olimpike apo edhe për medaljen nëse e marrim sportin e judos, i cili ka bërë një sukses të jashtëzakonshëm në 3 lojrat olimpike të fundit. Gjithashtu e kemi një program ku një pjesë financohet nga Ministria për Kulturën dhe Sport dhe një pjesë nga Komiteti Olimpik, prapë me mbështetje të madhe nga Ministria për Kulturën dhe Sport, dhe këtu i kemi parafërsisht mbi 40 shpresa olimpike për të cilët nuk e kemi shpresën që do të marrim pjesë në lojrat olimpike në makrociklin 4 vjeçar prezent, por në makrociklin e ardhshëm. Për shembull, shpresat olimpike të cilët i kemi mbështet në makrociklin përmes Tokios, në mes të Tokios dhe Parisit, nga ata presim që ata të kenë zhvillimin e plot dhe super kompenzimin e performancës së tyre sportive pikërisht në Los Angeles 2028 apo në Brisbane 2032. Pra këto janë grup moshat 15 deri 18 vjet ku presim kulminacionin e performancës sportive të tyre
pikrish mas moshës 20, apo nëse e këshyrim me shkencën sportive, piku i performancës sportive zakonisht në sport është tek mosha 25 vjetë.